Këngëtarja e njohur shqiptare Elvana Gjata vazhdon të jetë një nga figurat më aktive dhe më të ndjekura në rrjetet sociale. Ajo shpesh ndan me fansat momente nga jeta e saj e përditshme, duke krijuar një lidhje të afërt dhe autentike me publikun. Sidomos në Instagram, Elvana publikon her pas here imazhe dhe video që tregojnë jo vetëm për angazhimet e saj artistike, por edhe për çaste më personale dhe spontane. Këto postime marrin menjëherë vëmendje të madhe dhe komente të shumta nga ndjekësit. Së fundmi, këngëtarja ka intriguar fansat me një postim të veçantë, një buqet elegante me lule. Ajo nuk ka zbuluar asnjë detaj rreth personit që ja ka dhuruar, duke lënë gjithçka në mister. Ky veprim ka nxitur menjëherë kurreshtjen e ndjekësve, të cilët kanë nisur të aludojnë dhe të komentojnë mbi mundësinë e një surprize romantike apo një gjesti të veçantë nga dikush i rëndësishëm në jetën e saj. Me këtë postim të thjeshtë, por plot enigmë, Elvana Gjata ka arritur sërish të tërheqë vëmendjen dhe të mbajë fansat e saj të angazhuar, duke treguar se di gjithmonë si të krijojë interes edhe përtej muzikës.